Të nderuar shikues, mirëmbrëma, me Bledian Kokën për cilin tek ju edicionin qendror informativ. Mirë do të jemi së bashku edhe me kolegen Nisida Tufa, të nderuar teleshikues, për të parë zhvillimet më kryesore të ditës deri në orën 19, shohim së pari titujt. Eurodeputeti Knut Fleckenstein i dha një mesazh të qartë opozitës që betejën politike ta zhvillojë në parlament dhe shtoi se takimi me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha nuk do të jetë një takim për negociata. Ndërkaq i pyetur nga gazetarët, tha se nuk do ta vizitojë çadrën e protestuesve. Kreu i PD-s Lulzim Basha shpërsoi tonet duke deklaruar se pa qeveri teknike nuk do të shkojë në zgjedhje. Basha apeloi kryeministrin të bëjë mirë hesapet, sa nuk është vonë pasi siç tha ai në të kundërt, do të përballet me zemëratën e popullit. Kryeministri Edi Rama ka sulmuar opozitën se me bojkotin e kuvendit ka penguar reformën në drejtësi. Ai kërkoi Bashës që le të protestojë dhe të bojkotojë kuvendin, por jo reformën, duke i kërkuar të sjellë në parlament 3 deputet për të ngritur komisionet e vettingut. News 24 identifikoi të dyshuarin e radhës në grabitit e parave në bankat në rrugën e Rinasit. Ai është Klement Çala, 28 vjeçari nga Elbasani, i cili u identifikua nga dëshmia të penduarit Admir Çerpja. Ndërkohë policia njoftoi arrestimin e Dash Kupës, një tjetër implikuar në grabitjen e bujshme. Nga qelia e burgut, Ergys Kolaveri mohon akuzën si autori i atentatit me snajper në burgun e Vaçarit, ku mbeti plagosur një i dënuar kosovar. Në një lidhje direkte për emisionin Me zemër të hapur, ai deklaroi se nuk ka lidhje me atentatin e dështuar ndaj të dënuarit Gazmir Daci. Me moton nuk është dita e presidentit tim, mijëra demonstrues protestuan sot kundër politikave të presidentit Donald Trump në shumë qytete amerikane. Në thirrjet regjimi Trump ka dështuar ata reaguan ashpër kundër agjendës së tij. Dhe do të shohim më gjithsesi zhvillimet kryesore të ditës. Eurodeputeti Knut Fleckenstein i dha një mesazh të qartë opozitës në Tiranë që betejën politike ta zhvillojë në parlament dhe shtoi se takimi me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha nuk do të jetë një takim për negociata. Ndërkaq i pyetur nga gazetarët, tha se nuk do ta vizitojë çadrën e protestuesve në bulevard. Reporteri për Shqipërinë në Parlamentin Evropian Knut Fleckenstein tha sot në Tiranë se opozita duhet të zhvillojë betejën e saj politike në parlament. I pyetur nga gazetarët pas një takimi me ambasadoren e Bashkimit Evropian Romana Vlautin, para se të niste agjendën e takimeve me krerët e majorancës dhe opozitës, Fleckenstein tha se do të takohet me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha, por jo për të zhvilluar negociata me të. Sa herë që vi këtu kam biseduar me zotin Basha dhe kështu do të jetë edhe këtë herë, por jo për negociata. I pyetur se cili është mendimi i tij për protestën e opozitës, vetëm pak metra larg nga grumbullimi protestuesve, eurodeputeti u kufizua të komplimentojë vetëm çadrën e ngritur në bulevard. Tenda duket goxha e lezetshme. Në fund, Knut Fleckenstein theksoi se deputetët duhet ta ushtrojnë punën e tyre në kuvent. Më pëlqen që pjesëtarët e parlamentit të bëjnë punën e tyre në parlament, përveç gjërave të tjera që bëjnë. Pas këtyre deklaratave, Fleckenstein filloi agjendën e takimeve me kryeministrin Rama. Më herët edhe Komisioni Evropian u deklarua kundër bojkotit të parlamentit nga ana e opozitës, duke folur në emër të këtij komisioni. Zëdhënësja Maja Koçiančić u shpreh për televizionin shqiptar se komisioni mbështetet vetëm debatin politik në parlament dhe jo të jashtë, që përkeqëson klimën politike. Për ne debati politik duhet të zhvillohet brenda parlamentit dhe jo jashtë. Polarizimi i mëtejshëm i arenës politike do të ishte vetëm kundërproduktiv për ambicien e Shqipërisë për t'u bashkuar Bashkimit Evropian, madje edhe për avancimin në rrugën e saj europiane, ka deklaruar ajo. Zëdhënësja Koçiančić foli edhe për vërejtjet e LSI-s në lidhje me operacionin ndërkombëtar të monitorimit. Ajo deklaroi se ngritja e këtij bordi është diskutuar në detaje me qeverinë shqiptare. Është dhënë shumë informacion mbi këtë dhe është ngritur në përputhje me legjislacionin përkatës dhe Kushtetutën e Shqipërisë dhe detyra e bordit është për të monitoruar procesin. Pra, është e qartë dhe transparente, ka deklaruar ajo. Ndërkohë, eurodeputeti Knut Kukan ka komentuar në Twitter bojkotin e opozitës, ndërsa shkruan se në Shqipëri ka ende shumë punë për të bërë nga opozita në kuvendin e Shqipërisë përpara zgjedhjeve. Bojkotimi i punës parlamentare nuk do të bëjë që kjo punë të përfundojë, ka theksuar Kukan në Twitter.
Kreu I opozitës Lulzim Basha shpërson tonet në protest duke folur në një takim me gra e vajza në çadrën e ngritur në bulevard. Basha tha se nuk do të ketë asnjë negociat lidhur me vendimin e marrë tashmë nga opozita për qeveri teknike në funksion të zgjedhjeve të lira. Basha apeloi qeverinë të bëjnë mirë hesapet sa nuk është vonë, pasi siç tha ai në të kundërt do të përballen me zemëratën e popullit. Me zgjedhje të lira dhe të ndershme, Partia Demokratike është e gatshme të konkurojë e të fitojë me ofertën më të mirë që do t'i vijë në ndihmë grave të Shqipërisë, nënave të Shqipërisë, vajzave të Shqipërisë. Shqiptarët e kanë ndarë mendjen, shqiptarët janë bashkuar, shqiptarët e kanë marrë vendimin dhe ne këtu jemi prova e gjallë se ky vendim do të zbatohet patjetër. Dhe ne nuk jemi këtu për t'ju lutur askujt. Koha po kalon, koha po vjen kur do të fillojnë të luten ata, por më mirë t'ju vinë mend para se t'jetë tepër vonë, sepse pastaj nuk ka lutje t'i shpëtojnë nga zemrata popullit. Zgjedhje të lira dhe të ndershme mund dhe do të ketë vetëm pa qeverinë e lidhur me krimin. Nëse ka një mision të shenjtë për cilën ja vlen të sakrifikojmë, është siguria, liria, mirëqenia e brezave që do vinë. Ndaj qëndresa jonë këtu sot, nesër, e deri në arritjen e fitores tonë, është garancia, është domosdoshmëria, është vendimi që do t'i shkojmë deri në fund të gjithë bashku dhe si që kam dhënë fjalën, nuk do të ketë kthim pas, nuk do të ketë zero negociata me vendimin e shpallur. Qeveri teknike ose zgjedhje nuk do të ketë. I thrasin mendjes, ta dëgjojnë zërin e qytetarëve, mos t'i bëjnë gabim hesapet, për ndryshe sheshi I 18 shkurtit do të mbushet 2 herë më shumë dhe atë valë popullore nuk do të ketë njëri të ndalë. Kjo lëvizje që nisit shtunën do të përfundoj vetëm me fitoren e popullit shqiptar. Kryeministri Edi Rama ka sulmuar opozitën se me bojkotin e kuvendit ka penguar reformën në drejtësi dhe po merr në mbrojtje gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar. Rama I kërkoi Bashës që le të protestojë dhe të bojkotojë kuvendin, por jo reformën, duke I kërkuar të sjellë në parlament 3 deputet për të ngritur komisionet e vettingut. Bojkoti I parlamentit nga opozita është instrument për të bllokuar vettingun. Kështu është shprehur kryeministri Edi Rama për protestën e opozitës, e cila sipas tij ka qëllim të pengojë pastrimin e drejtësisë nga funksionarët e korruptuar, të cilët lirojnë kriminalët e arrestuar nga policia. Respekt dhe I sinqert për çdo njeri zakonshëm që proteston, por jo për organizatorët e një proteste që bojkotin e parlamentit e ka instrument për të bllokuar vettingun. Le të aprovojnë të kundërtën, le të vazhdojnë të protestojnë, le të vazhdojnë të bojkotojnë parlamentin dhe le të çojnë atje 3 njerëz duan që I përfaqësojnë për të ngritur komisionet që populli shqiptar përmes parlamentit dhe me kushtetutën në dorë të shpëtojë nga kthetrat e këtyre killarave të veshur me toga të zeza. Në po të njëjtën linjë ka qëndruar edhe ministri I Brendshëm Semir Tahiri, I cili tha se armiku më I madh I policisë është gjyqtari që liron kriminal. Armiku më I madh I policisë është sistemi I drejtësisë, që bën drejtësi sipas muskujve, sipas paras, sipas mikut, sipas pushtetarit dhe jo sipas ligjit. Zgjidhja më e madhe për të pasur një Shqipëri më të mirë, më të drejtë, me një shoqëri shumë më të sigurt, është pas një diskutim reforma në drejtësi. Këto deklarata kryeministri dhe ministri I Brendshëm I bën gjatë një aktiviteti për promovimin e grave në polici. Sipas tyre, angazhimi I tyre në policinë e shtetit e ka përmirësuar këtë institucion, duke renditur institucionin më të besueshëm në vend. Në një kohë që opozita proteston për keq qeverisjen dhe ka shpalosur programin e saj për të rikthyer taksën e shesh në masën 9%, ministri I Financave Arben Ahmetaj ka sulmuar platformën e saj ekonomike që sipas tij e çon Shqipërinë në faliment. Sipas ministrit, rikthimi I taksës së shesht dhe shmangja nga tatimi progresiv do të thotë që t'u marrësh qytetarëve $120 milion çdo vit, ndërsa borxhi publik të arrijë majat. Ministri I Financave Arben Ahmetaj ka bërë një analizë të tij për programin ekonomik të Partisë Demokratike. Ai ka rrëzuar platformën duke paralajmëruar risje të mëdha për buxhetin dhe ekonominë në rastin e kthimit të taksës së shesht, varfërimi I shqiptarëve dhe rritja galopante e borxhit,
është ajo që do të ndodhë sipas kryefinancierit Ametaj, në rast se opozita do të vinë në pushtet dhe do të materializojë programin e shpallur. Çdo qytetar që voton për taksën e shesht, voton që të heqë nga xhepi vet $120 milion në vit dhe t'ia japi këtyre që do çojnë deficitin 80%. Imagjinoni çfarë ndodh me Shqipërinë. Kryefinancieri Ametaj e quajti një utopi kërkesën e opozitës për një qeveri teknike. Në respekt, çdo qytetar ka të drejtën e vet të jetë i kënaqur ose i pakënaqur me këtë qeveri. Është gjëja më normale në botë, qoftë demokrat, qoftë socialist. Gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët, Ametaj deklaroi se qeveria do të miratojë në mbledhjen e radhës ligjin që fal borxhet e biznesit ndaj tatimeve dhe doganave. Bëhet fjalë për ligjin i cili fal plotësisht borxhet para 2010-s, ndërkohë që jep mundësi biznesit të përfitojë faljen e gjobave dhe kamatave nëse paguan detyrimin për borxhet nga 1 janari 2011 deri në 31 dhjetor 2014. Detyrime potencialisht për të fshirë në total janë gati 90 miliard lek dhe unë besoj që sipërmarrja do të formalizohet në masë nëpërmjet kësaj mase, por dhe buxheti i shtetit ka për të përfituar të ardhura nëpërmjet lehtësimit të pagesës së principalit e shoqëruar me fshirje borxhesh, me fshirje gjobash dhe interesash. Ametaj konfirmoi rritjen prej 3.3% e ekonomisë vitin e kaluar, ndërsa pritshmëritë për këtë vit janë për një rritje prej 3.8%. Bazë për këtë rritje sipas ministrit të Financave është rritja e konsumit të brendshëm dhe pritshmëria për më shumë investime. Bllokimi i sheshit Skënderbej nga Bashkia dhe i bulevardit Dëshmorët e Kombit nga opozita kanë vështirësuar qarkullimin e mjeteve private dhe publike në Tiranë. Rruga Elbasanit, një segment i bulevardit Bajram Curri si dhe zona ish bllokut, sidomos gjatë orëve të mëngjesit, përballen me trafik mjetesh i cili është rënduar edhe më tepër pas bllokimit të bulevardit Dëshmorët e Kombit për shkak të protestës së opozitës. Vështirësitë në qarkullim që shkaktoi bllokimi i sheshit Skënderbej, ku punohet prej muajsh për projektin e ri, i shtohet tani edhe bllokimi i një tjetër arterie kryesore në Tiranë, që nga fillimi i protestës së opozitës dhe ngritjes së çadrës në bulevardin Dëshmorët e Kombit, qarkullimi është bllokuar totalisht nga kryqëzimi me bulevardin Bajram Curri e deri te kryqëzimi me Presidencën. E bllokuar vijon të mbetet edhe rruga Ismail Qemali. I gjithë trafiku dhe ngarkesa e këtij aksi është devijuar tek zona e zhbllokut dhe tek rruga Elbasanit. Numri i mjeteve që ngecin në trafik është më i madh në orët e mëngjesit, ku të punësuarit që duhet të paraqiten në mëngjes në punë kanë hasur vonesa. Qytetarët shprehen se qëndrojnë në trafik për më shumë se 30 minuta dhe përveç vonesës, rritin edhe konsumimin e karburantit. Kemi gjysmë ore nga liceu deri këtu. Ata që janë mbledh atje mund të jenë njerëz pa punë që ja kanë terezi. Ne tjerë kemi punë. Në nxirrin jetën, çhalle kanë njerëzit, çhalle kanë ata. 24 orë që ka ditë, ne jemi 24 orë në stres. Bllokimi i bulevardit këtu është bllokuar, është asfiksuar jeta e këtij vendi, nuk bëhet fjalë për normalitet. Fakt na shqetëson shumë jashtëmase, të llogarit dhe koha për punë edhe konsumi, nuk ke çfarë më bën. Shive, me një hapje semafori 3 makina kalojnë. Bllokimi i aksit përpara kryeministrisë sjell probleme në trafik, pasi ky bulevard ishte një hapësirë ku shfryhej një pjesë e trafikut të qendrës së Tiranës, e cila është bllokuar për shkak të punimeve të bashkisë. News 24 identifikon të dyshuarin e radhës në grabitjet e parave të bankave në rrugën e Rinasit. Ai është Klement Çala, 28 vjeçari nga Elbasani, i cili u identifikua nga dëshmia e penduarit Admir Çerpja. Ndërkohë, policia njoftoi arrestimin e dashkupës, një tjetër implikuar në grabitjet e bujshme. Ky që shihni në foto është Klement Çala nga Elbasani. 28 vjeçari është personi i radhës i shpallur në kërkim nga policia e shtetit pas dyshimeve se një nga krerët e grupit kriminal që realizoi grabitjen e 3.2 milion dollarëve në aksin Qafkashar-Rinas. Çala nuk është një emër i panjohur për drejtsinë shqiptare dhe atë europiane. Ai është një nga 11 të arrestuarit nga burgu i Trikalas, pjesëtar i grupit të Marian Kolës. Bashkë me të, u than Lamtumir Qelive dhe Ilir Kupaj Admir Murataj,
Ky i fundit i shpallur në kërkim për grabitjen e blindave të 2 bankave. Prokuroria dyshon se 2 miqtë e vjetër, Çala e Murataj, kanë luajtur rol kryesor në grabitjen e 9 shkurtit të këtij viti dhe 3 dhjetorit të vitit 2015. Aksionet e drejtanishme të policisë për kapjen e Klement Çalës nuk kanë dhënë rezultat. Më herët, policia e shtetit shpalli arrestimin e Dash Kupës, 41 vjeç, në pikën e kalimit kufitar të Morinës, teksa po kthehej nga Kosova. Kupa, pronari 2 pizzerive, njohje e afërt me Ilir Kupën, u vu në pranga pak orë pasi Admir Çerpja firmosi marrëveshjen me prokurorinë e krimeve të rënda, ku i është dhënë statusi të penduarit të drejtësisë. Mëngjesin e së martës, në masa të rrepta sigurie dhe gjatë një seance sekrete, krimet e rënda i komunikuan Çerpjas masën e arrestit me burg për akuzat e grupit të strukturuar kriminal, grabitje me armë të bankave. Admir Çerpja, i cili u arrestua në fshatin e Lindjes në Zalldar të Dibrës, u ka rrëfyer prokurorëve me detaje mekanizmin e kryerjes së grabitjeve së 9 shkurtit 2017 dhe 3 dhjetorit 2015. Duke ju premtuar siguri për jetën e tij dhe të familjes, Çerpja u tregoi prokurorëve emrat e bashkëpunëtorëve, bazat ku ishin mbledhur për të vënë në jetë planet e grabitjes, rolet që kishin padur gjithë secili prej tyre, si janë ndarë shumat e parave. Më herët, policia vuri në pranga Fation Xhyliun, Dition Memlikën, Neim Avdulajn dhe Ernest Kupën. 3 të parët pranuan përfshirjen e tyre në grabitje, ndërsa i vetmi që mbajti qëndrim mohues për akuzën është Kupa. Dyshimet për përfshirje në veprime korruptive quan prapa hekurave ish drejtori në përgjithshëm të burgjeve Artur Zoto. Ndalimi i njeriut që drejtoi burgjet për më shumë se 2 vite e gjysmë u bë gjatë paraditës sotme me njëherë pasi gjykata e krimeve të rënda me kërkesën e prokurorisë caktoi ndaj tij masën e arrestit me burg në mungesë. Arrestimi i Zotos vjen pak muaj pas vënies nën akuzë të ish zëvendësit të tij Ilyas Labi, gjithashtu i dyshuar për korrupsion. Burimet thonë se Zoto dyshohet për abuzime me tenderat e ushqimeve në burgje. Artur Zoto u dërhoq në korrik të vitit 2016 nga detyra e kreut të përgjithshëm të burgjeve, pak ditë pas arrestimit të varësit të tij Ilyas Labi. Zoto Asokoje tha se largohet për arsye personale, ndërsa duke konsideruar të pamundur ushtrimin e kësaj detyre në vijim për shkak të arsyeve personale dhe familjare. Ju paraqes dorëheqjen time nga detyra e drejtorit të përgjithshëm të burgjeve, i shkruante Zoto ministrit të atëhershëm të drejtësisë Ylli Manjani. Pas akuzave që prokuroria ngriti ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për shkelje të ligjit të dekriminalizimit, kreu i këtij institucioni është drejtuar me një letër krerëve më të lartë të shtetit. Në letrën e siguruar nga Balkan Web, thuhet se gjithë veprimtaria e KQZ-s është kryer me përgjegjësi të plotë. Pak ditë pasi prokuroria nisi hetimin për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kreu i saj është drejtuar me një letër krerëve të shtetit si edhe disa prej përfaqësuesve ndërkombëtar në Tiranë. Në letrën e siguruar nga Balkan Web, që mban firmën e kreut të KQZ-s Denar Biba, është dërguar edhe informacioni i detajuar rreth procesit të verifikimit nga ky institucion të formularëve të vetdeklarimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ju siguron se e gjithë veprimtaria jonë për zbatimin e ligjit të dekriminalizimit është kryer dhe do të vijojë të kryhet me përgjegjësinë të lartë dhe në përputhje të plot me kushtetutën e legjislacionit në fuqi. Më 16 shkurt të këtij viti, Prokuroria e Tiranës regjistroi procedimin penal ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke akuzuar për shkelje ligjore si për rastin e deputetit socialist Armando Prenga, ashtu edhe për 2 kryetar bashkie. KQZ u akuzua nga prokuroria për shkelje të ligjit duke pranuar deklarime jashtëafatave dhe për mos bashkëpunim. Oficer të policisë gjyqësore nga Prokuroria e Tiranës sekuestruan pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të gjithë dokumentacionin, pasi sipas prokurorisë, ky institucion ka shkelur ligjin duke lejuar të zgjedhurit të dorëzojnë një formular të dytë 1 muaj përtej afatit ligjor. Familjarët e viktimave të masakrës në Çolle të Vlorës i drejtojnë me një letër të hapur presidentit Bujar Nishani, ku akuzojnë gjykatën e lartë për një proces të korruptuar. Pak ditë para vendimit, familjarët e viktimave shprehen se fëmijët e tyre po vriten për të dytën herë. Pak ditë para vendimit të pritshëm nga gjykata e lartë lidhur me çështjen e masakrës së Çolles, familjarët e viktimave i dërgojnë një letër të hapur presidentit të Republikës, ku pretendojnë për një proces të korruptuar.
Në letrën e cila i kalon për djenie edhe kreu të gjykatës së lartë Xhezair Zaganjori, 2 nga familjarët, Bilbil Rakipi dhe Inajet Velaj, akuzojnë se në gjykatën e lartë ka korrupsion edhe se fëmijët e tyre vriten për të dytën herë. Gjykata e shkallës së parë dënoi me burgim të përjetshëm Aleksandr Lanajn e me nga 35 vite burg në mungesë Bertila Lian e Ani Begajn, vendim që u la në fuqi edhe nga gjykata e lartë. Të tregta kriminal me gjithë provat e paraqitura nga akuza nuk bashkëpunuan me prokurorinë dhe as me gjykatën. Avokatët e tyre kërkuan pafajësi dhe nga gjykata ju dha gjykim i shkurtuar? Pas rekursit në gjykatën e lartë, familjarët ngrenë si shqetësim kohën e shkurtër të nisjes së këtij rekursi edhe të seancës së parë të mbajtur në këtë gjykatë. Familjarët të 2 viktimave, Hakir Rakipi dhe Ardi Velaj, hedhin hije dyshimi edhe mbi të njëjtin trup gjykues të vendosur në 2 shorte të ndryshme. Pra, shorti edhe këtu pas ka koinciduar. Ne mendojmë që njëjti trup gjykues nuk duhet të gjykojë të njëjtën çështje 2 herë. Problem për familjarët është rrëzimi i akuzës së prokurorisë së shkallës së parë nga prokurori i gjykatës së apelit. Ne nuk kemi asnjë dokument në dorë, por me sa dëgjuam në sallë, vetë avokati mbrojtësit të dënuarve në diskutimin e tyre, disa herë ju referua fjalës së zotit Selmani. Vetë gjyqtarët u habitën me mbrojtjen që prokurori i bëri të dënuarve për krimet makabre. Ndërsa shprehin pikëllimin për vrasjen e fëmijëve të tyre, familjarët e 2 prej viktimave deklarojnë se ende nuk ka një shpjegim pse ndodhi masakra e Coles. Ata apelojnë presidentin e Republikës të ndjekë këtë çështje, pasi theksojnë se ende kanë besim te drejtësia. Ju lutem edhe një herë ta merrni në shqyrtim pasi koha është shumë e shkurtër deri në datën 23 shkurt, datë në të cilën do të merret vendimi. Gjithçka u shënua në një lokal të lagjes Çole në 7 prill të 2015-s, konflikt që përfundoi me viktima nga të 2 palët. Nga njëra palë humbën jetën 2 shokët, Hakir Rakipi dhe Ardi Velaj, ndërsa nga pala tjetër u vra Albi Limaj dhe u plagos Aleksandr Lanaj, i vetmi që vijon të qëndrojë në burg. Fillimisht u arrestuan edhe Bertila Liaj dhe Ani Begaj, që shoqëronin Lanajn, por gjykata e Vlorës i liroi e kërkoi pak kohë më vonë arrestimin e tyre, por tashmë 2 të rinjt vijojnë të shijojnë Aratin. Emisioni me zemër të hapur i është kthyer atentatit vitit kaluar në Vaçar, ku u plagos Lili Dule, vepër për cilën u akuzuar Gys Kolaveri. Prindrit e këtij fundit mohojnë akuzat, ndërkohë që edhe veti akuzuari telefonoi nga burgu dhe tha se provat filmike që ekzistojnë dëshmojnë qartë se nuk është ai autori i plagosjes. Atentati me snajper në burgun e Vaçarit në korrik të vitit të kaluar ka qenë në fokus të emisionit me zemër të hapur të autores Sevis Ahmeti. Prindërit e Ergys Kolaverit, të dyshuarit si autori i plagosjes së Lili Dules në dhomat e Erimit, rrëfejnë konfliktin e hershëm të djemve të tyre me Gazmir Dacin. Ata edhin poshtë dyshimet se i biri ka dashur të vras për hakmarrje Dacin dhe thonë se drejtësinë për djalin e vrar ja kanë lënë në dorë shtetit. Sa kohë më parë në Francë, për para se të ekzekutohet djali? 5 vitesh. Mbas 5 vitesh është ekzekutuar djali juaj, që ka ekzistuar ky konflikt në Francë. Kanë dashur të negociojnë me familjen tuaj mbas ekzekutimit të djalit dhe plagosjes së tjetrit? Jo, nuk kam punë me të ndër shtetit. Në telefon nga paraburgimi 302, vetë 26 vjeçari i dyshuar ka rrëfyer se ku ka qenë në çastin kur është kryer krimi. Sipas tij, provat filmike dëshmojnë qartë se ai nuk është autori. Kallëzën fare qartë kamera që qyrë zotit, që jam ku më gjonë kamera mes për mes rrugës ku më kalu, nga ai lokali që ku më gjonë Diamant, deri kë shpia Zelaldatit, plus kanë gjonë kamera tjera, që qyrë zotit dhe ku më shku kë shpia, dhe në orën 4:30 që thohet që është bo ka nos krimi, jam në kamera që ku më shku drejt të kë shpia. I ka planifiku vet ai person. I ka planifiku këto gjona që i ka bo ndaj familjes time. Boll halle e probleme kena, tani na akuzojnë ne. Rifat dhe Vashe Kolaveri thonë se ky është një skenar i sajuar dhe bojnë apel që organet shtetërore të veprojnë e të mos lejojnë që të vazhdojë persekutimi në familjen e tyre. Policia italiane sekuestroi në brigjet e saj një tjetër gomone me drogë të trafikuar nga Shqipëria. Mediat italiane raportojnë se gomonja e nisur nga Shqipëria u kap në brigjet e quajtura Cala Corvino, në afërsi të komunës së Monopolit në Bari. Sipas policisë italiane, ngarkesa me rreth 500 kg marijuan me vlerë më shumë se 2 milion euro në treg
do të ngarkohej më tej në 2 furgon. Ndërkohë, sipas mediave italiane, 2 skafisët shqiptar arritën të largoheshin me shpejtësi me 2 furgon të cilët do të përdoreshin për transportin e marijuanës. Bashkëpunimi mes shqiptarëve në 2 anët e kufirit ka qenë në qendër të takimeve mes kryetarit kuvendit të Republikës Kosovës Kadri Veseli dhe zyrtarëve në Tiranë. Gjatë takimit me kreun e PDU-s, Veseli tha se burokracitë mes 2 vendeve tona duhet të sheshohen sa i përket shkëmbimeve të mallrave. Kreu i Parlamentit të Kosovës, Kadri Veseli, gjatë qëndrimit në Shqipëri ka vijuar takimet me zyrtar të lartë dhe politikanë në vend. Ai është takuar me presidentin Bujar Nishani, me kryebashkiakun Veliaj, avokatin e popullit Igli Totozani dhe kreun e PDU-s Shpëtimi Drizin. Gjatë takimeve zyrtare është folur për bashkëpunimin mes shqiptarëve në të 2 anët e kufirit, veçanërisht për forcimin e marrëdhënieve ekonomike dhe në fusha të tjera. Vizita e zotit Veseli në Tiranë do të shërbejë që marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Kosovës si një kamp në 2 shtete të ndryshme do të forcohen akoma më shumë me vizitën e tij në ekonomi, në arsim, art, kulturë, sigurisht duke tentuar që kufit tanë t'i bëjmë kufi imagjinar. Nuk e kemi një situatë cila është pozitive në shkëmbime tregtare. Duhet punojnë komisionet tona parlamentare dhe ministrisë përkatëse që mallrat cilat prodhohen në Shqipëri dhe në Kosovë të kenë qasje më të mirë tek konsumatorët, duke hekur pengesat birokratike dhe duke i stimuluar këto shkëmbime tregtare, do të marrin përbojat e Republikës Shqipërisë ato cilat janë pozitive, dhe në njëjtën kohë do të mësojmë në ato momente ku institucionet e Republikës Shqipërisë kanë pasur edhe stagnim në mënyrën që mos të kemi humbje kohës. Kryeparlamentari i Kosovës është nderuar me çelësin e qytetit gjatë një ceremonie simbolike në Bashkinë e Tiranës. Kryebashkiaku Veliaj theksoi se Tirana dhe Prishtina kanë shumë sfida përpara që arrijën vetëm me punë. Jam shumë i lumtur që jenë në Tiranë, dua të ndihesh si në shtëpitate. E di që prej detyrës edhe prej obligimeve je shpesh, po asnjëherë nuk je tamam si në shtëpinë tënde nëse nuk i ke çelësat e shtëpisë. Edhe jam i lumtur për gjithë kontributin tuaj. E di që dhe Tirana dhe Prishtina, Kosova, Shqipëria kanë jashtëzakonisht shumë sfida, arrin vetëm me punë. Falenderoj shumë për inkurajimin, edhe ju kam ndjek me shumë admirim mënyrën se si po udhëhiqni për vendimarrje të drejta, jo të lehta, po të drejta në Kosovë. Ju uroj shumë sukses për miqtë e veçantë. Ja bëjmë një kopje të Chelsea, që herën tjetër me ardh pa trokit, si në shtëpi tyre, në çdo orë ditës edhe të natës me shumë mirë. Unë të falenderoj shumë për ne gjithë shqiptarë. Tirana e ka sinonimin e strehes, momente edhe më të rënda. Faleminderit për punën, punë e jashtëzakonshme, punë inkurajuese, i cili duhet të jetë shembull i përgjegjësisë kryetarëve ndaj qytetarit. Kështu që vetëm të inkurajoj të vazhdosh. Velia njohë gjithashtu zyrtarin e lartë kosovar me projektin e sheshit Skënderbej që siç u shpreh ai do të përfaqësojë të gjitha trevat shqiptare, si me pemët që do të mbillen ashtu dhe me pllakat që do të shtrohen. Ndërkohë delegacioni i Komisionit për të Drejtat e Njeriut për persona të pagjetur në Kuvendin e Kosovës është takuar edhe me nën kryetaren e Kuvendit të Shqipërisë, zonjën Valentina Leskaj. Një paket propozimesh ligjore me 16 kërkesa ka dorëzuar LRI në Ministrinë e Arsimit me qëllim përmirësimin e maturës shtetërore. Lëvizja rinore për integrim kërkon që procesi i aplikimit për degët e universiteteve të kalojë në 3 faza, me qëllim që të shmanget zënia e kuotave dhe situata kaotike si ajo e vitit kaluar. Lëvizja rinore për integrim ka depozituar një paket propozimesh në Ministrinë e Arsimit, që sipas saj synon përmirësimin e procedurës së maturës shtetërore. Sipas të rinjve të LSI-s, paketa e propozuar zgjidh problematikën e shfaqur në maturën e fundit shtetërore dhe kaosin të maturantët. Siç shpreh kryetaria e LRI-s Florida Kërpaçi, propozimet krijojnë një maturë shtetërore gjithëpërfshirëse, ku mbizotron meritokracia dhe transparenca. Propozimet e LSI-s parashikojnë vendosjen e koeficientëve për shkolla duke u bazuar në rankimin e gjimnazeve. Propozimet shkojnë deri te kriteret që duhet të vendosin fakultetet për pranimin e maturantëve, kriteret që duhet të përfshin vetëm lëndë të kurrikulës bazë dhe jo asaj të avancuar apo asaj me zgjedhje, duke anashkaluar në këtë mënyrë pikë zero. LRI kërkon gjithashtu që procesi i aplikimit për degët e universiteteve të kalojë në 3 faza, me qëllim për të shmangur zënien e kuotave dhe situatën kaotike që ndodhi vitin e kaluar. Për fazën e parë, LRI propozon që maturanti të ketë të drejtë zgjedhje deri në 3 degë, ndërsa për 2 fazat e tjera të drejtë zgjedhje deri në 5 degë.
Sërish proteste e shoqërisë civile në sheshin Veliera në Durrës pas hedhjes së betonit përreth torës veneciane mbrëmjen e djeshme. Protestuesit pretendojnë se zbardhja e vendimit të gjykatës administrative nuk është bërë në mënyrë korekte dhe rrëzon vetë vendimin. Ata kanë depozituar një tjetër padi në prokurori. Hidhet sërish beton në sheshin Veliera në Durrës, pavarësisht debatit të madh që vijon prej disa ditësh e që ka përfshirë edhe politikën. Natën e së hënës është ndërhyrë në zonën përreth torrës veneciane, duke krijuar një rrugë dytësore, çka ka çuar sërish në protestë shoqërinë civile. Protestuesit pretendojnë se zbardhja e vendimit të datës 16 shkurt të gjykatës administrative nuk është kryer në mënyrë korekte e deformon vendimin që pezullonte punimet në gjithë sheshin Veliera. Seanca gjyqësore është bërë me dyert të mbyllura. Në momentin që u futëm në seancë, nuk na u lejuan telefonat, madje u kërkuan të mbylleshin telefonat ose të mlidheshin në një vend. Në momentin që u lexua vendimi i gjykatës, ishte qartë dhe pastër që nuk lejoshin punimet në pjesën e sipërme të rrugës. Ditën e nesërme, vumre që ishte bërë një shtojc në Pllapa, vetëm për pjesën e pallatit. Me njëherë kemi bërë kallëzim në prokurori, një shtesë të kallëzimit të parë që ka 20 ditë që është bërë kallëzimi i parë, kemi çuar prova në prokurori. Shikoni çfarë masakre kanë bërë ata. A mund të hidhet ky beton në një vend që është zonë arkeologjike? Është e tëra zonë arkeologjike, duke filluar që nga rruga e sipër zonë arkeologjike. Këmbët e Velierës që ata pretendojnë të hedhin, bien mbi zonë arkeologjike, është thëmbra e Akilit. Shoqëria civile kërkon nga prokuroria zbardhjen e audioregjistrimit për vendimin e marrë nga gjykata në 16 shkurt. Dhe prokuroria nga ana tjetër po kërkon regjistrimin audio për ballafaqim të asaj çka është thënë në seancë me atë çka është shkruar në vendim. Nëse se kanë, atëherë i bie që është manipulim dhe ndikimi i pushtetit mbi pushtetin gjyqësor. Atëherë ky është skandali më i madh që mund t'i ndodhi një shteti. Të shtunën në orën 12, shoqëria civile paralajmëron një protestë masive në Durrës, duke apeluar qytetarët të bëhen pjesë e saj për të ndalur në kohë shkatërimin e pasurisë arkeologjike që ndodhet nën asfaltin e qytetit bregdetar. Një mënyrë e re komunikimi me qytetarët pritet të vendoset nga disa nga institucionet kryesore të qytetit të Korçës, të cilat po i nënshtrojnë një projekti për ndërtimin e godinave të reja. Sipas kryebashkiakut Sotiraq Filo, ky është projekti i parë i këtij lloji në të gjithë vendin, i cili synon përcjelljen e një tjetër fryme pozitive në qeverisjen vendore, artin dhe kulturën. Një projekt i ri i Bashkisë së Korçës, i cili ndryshon destinacionin e institucioneve kyçe të këtij qyteti, ka nisur fazën e parë të punimeve. Investimi prej 370 milion lekësh përfshin 3 godina në qendër të qytetit, ku do të vendoset bashkia e re, biblioteka dhe qendra e artit e kulturës. Është një mënyrë inovative që për herë të parë zbatohet në një bashki në Shqipëri dhe e kombinuar edhe me përfshirjen e teknologjive të informacionit. Pjesë e rëndësishme e këtij projekti është edhe ndërtimi i bibliotekës së re, ku fondi i çmuar i librave do t'u ofrohet lexuesve në një godinë me standard europian. Për shkak se bashkia e re do të vendoset në ambientet e godinës ekzistuese të bibliotekës së qytetit dhe të pallatit të kulturës, në kuadër të këtij projekti ka lindur e nevojshme edhe ndërtimi i një godine të re, e cila do të jetë biblioteka e re e qytetit dhe galeria e re e arteve. Një godinë e cila së bashku me godinën ekzistuese të prefekturës dhe të Këshillit të Qarkut, e cila përsëri do të rikonstruktohet në kuadrin e këtij projekti, do të formojnë një bërthamë të artit, kulturës, të kreativitetit në qendër të qytetit të Korçës. Brenda një viti do të marrë formë projekti, i cili rikoncepton shërbimin ndaj qytetarëve, por edhe jetën artistike dhe kulturore. Një nga rezultatet e këtij projekti do të jetë edhe gjenerimi i një energjie pozitive në qytet për shkak të gjithë këtyre ndryshimeve që do të ndodhin në institucionet kryesore të qytetit. Ulen me 10% pagat e administratës në Bashkinë e Lezhës. Vendimi është miratuar pa kaluar në Këshillin Bashkiak, ndërsa drejtoresha e zyrës financës shpjegon se shkak për këtë është bërë gjendja financiare në të cilën ndodhet Bashkia e Lezhës. Që nga muaji janar, pagat e administratës së Bashkisë së Lezhës janë ulur me 10%.
Këtë fakt e pohon edhe drejtoresha e zyrës së financës në bashki, edhe pse në Këshillin Bashkiak nuk është marrë asnjë vendim për uljen e pagave. Tonine Marku e justifikon këtë vendim me gjendjen e vështirë financiare në të cilën po kalon bashkia. Për shkak të shumë borxheve të prapambetura, bashkia e Lezhës u ndodh para një vështirësie financiare. Ne mbyllëm pagat e vitit 2016 edhe dhjetorin që kemi dhënë janar me atë nivel page dhe mendum që për shkak të kësaj vështirësie financiare të zbresim pagat 10% dhe këtë e kemi parashikuar dhe në buxhet. Se sa i lishëm është ky vendim pa kaluar në Këshillin Bashkiak, Marku shprehet. Sa e lishme, kur nuk ke lek, është e lishme. Këshilli i Bashkisë së Lezhës për vitin e kaluar miratoi pagat e administratës në maksimumin e lejuar me ligj, ndërsa këtë vit burime nga Këshilli Bashkiak bëjnë me dije se nuk është prezantuar asnjë projekt vendim për uljen e pagave. Do të rikthehemi një zhvillime politike të nderuar televizionistë edhe në pak çaste më parë, presidenti i Republikës Bojani Shani ose më saktë presidenca ka zbardhur takimin që kreu i shtetit pati sot me ambasadorët Lue Vlahutin. Në këtë njoftim thuhet se kreu i shtetit zhvilloi një takim me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara zotin Donald Lut, ambasadorin e delegacionit Bashkimit Evropian në Tiranë, zonjën Romana Vlahutin. Në këtë takim, siç raportohet nga njoftimi zyrtar i presidencës së Republikës, është biseduar rreth shqetësimit zyrtar të ngritur nga ministri i drejtësisë, zoti Petrit Vasili, lidhur me ushtrimin e detyrës së operacionit ndërkombëtar të monitorimit. Presidenti Nishani bëri me dije se duke konsideruar reformën në drejtësi me rëndësi jetike për vendin, e ka mbështetur që në gjenesë si nismëtar i procesit, duke kulmuar me miratimin konsensual në Parlamentin shqiptar të paketës kushtetuese. Presidenti Nishani ka theksuar se e konsideron shumë të rëndësishme mbështetjen konsensuale dhe të fazës së zbatimit të kësaj reforme, duke ju përmbajtur detyrimit të gjitha palëve për të respektuar në gërm Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Në këtë kontekst, kreu i shtetit ka vlerësuar angazhimin e partnerëve ndërkombëtar, Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në realizimin e kësaj reforme përmes një procesi të paanshëm, ligjor dhe të besueshëm për qytetarët shqiptar. Tregtarët që ushtrojnë aktivitetin në tregun industrial në Gjirokastër protestojnë kundër vendqëndrimit të përkohshëm të përcaktuar nga bashkia. Shkak për zhvendosjen e tyre janë bërë punimet në lagjen 18 shtatori, por tregtarët ankohen se janë dhe ndihen të braktisur mes pellgjeve të ujit dhe kushteve skandaloze. Punimet për ndërtimin e bulevardit të lagjes 18 shtatori në Gjirokastër kanë sjellë edhe prishjen e tregut industrial në këtë qytet e zhvendosjen e tregtarëve në hyrje të tij, të irrituar ndaj vendimit të bashkisë. Ata protestojnë duke u ankuar për kushtet e këqija në të cilat detyrohen të ushtrojnë aktivitetin mes Baltës e Lagështirës, larg qendrës së qytetit. Një pjesë e tregtarëve kanë refuzuar të shkojnë në ambientin e ofruar nga bashkia. Nuk janë kushtet, nuk janë ujë pa shtruar, pa bërë, asgjë fare, kupton, si të punoj populli, po si jenë atje. Ska 2 metro, 4 orë, ku të hapin mallin? Zhavor ska të hedhi 2 makina zhavor në ujë dorim. Vende për gjithë tregtar nuk ka. Këto i bën ata, si bën ata e dinë, ne jemi në kushte mizerabël fare. Na premtoj shumë gjëra, asnjë gjë nuk na bëri. Ja gropat me ujë. Tek i ke gropat e kryetares, se i dhan votën, edhe ne çuam atje. Ndërtimi i tregut industrial të Gjirokastrës është një premtim i kahershëm i drejtuesve vendor. Më e fundit që ka artikuluar këtë premtim është kryebashkiakja aktuale Zamira Rami, premtim të cilin ajo pritet ta mbajë këtë vit, pasi ndërtimi i këtij tregu është parashikuar në investimet e 2017-s. Por qytetarët apo specialistë të fushës deklarojnë se ndërtimi duhej të kishte ecur paralel me punimet për bulevardin e lagjes 18 shtatori. Në QSUT është bërë e mundur ndërhyrja e parë kirurgjikale për vendosjen e implantit koklear të fëmijëve me probleme të rënda dëgjimi. Ndërhyrja është kryer tek 3 fëmijë. Në qendrën spitalore universitare Nën Tereza është bërë e mundur realizimi i ndërhyrjes së parë kirurgjikale për vendosjen e implantit koklear të fëmijët me probleme të thella dëgjimi. Implanti koklear është një pajisje kompjuterizuar që mund të rivendosë dëgjimin e dobishëm për personat që vuajnë nga e shtuquajtur i shurdim nervor.
Implanti koklear është një ndryrë që indikohet në fëmijët me shurdësi të thellë dhe që nuk përfitojnë me asnjë ndihmes tjetër të gjimit, proteza akustike le të themi. Sigurisht që është një nga operacionet që kërkon infrastrukturën e duhur në sallën e operacionit. Ndërhyrja është kryer te 3 fëmijë, të cilët tashmë ndodhen në gjendje shumë të mirë. Drejtoresha e Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza Ugerta Manastiliu shpreh se realizimi i ndërhyrjeve të tilla ka qenë një nga objektivat kryesor të shërbimit ORL. Për të realizuar këto ndërhyrje, ne sot kemi realizuar një ndër objektivat që kemi vendosur për të realizuar gjatë këtij viti dhe mbi të gjitha për të filluar dhe për t'i hapur rrugën implanteve kokleare dhe kryerjes tyre në QSUT, pra në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, në shërbimin ORL. Gjatë inspektimit të rikonstruksionit të rrugës Veledin Kollozi, kryetari i Bashkisë së Vlorës, Dritan Leli, u shpreh se qyteti do t'i shtohet në rrugë të standardeve bashkëkohore. Leli citoi se punimet e akseve të qytetit do të përfundojnë përpara çeljes së sezonit turistik. Kryetari i Bashkisë së Vlorës, Dritan Leli, inspektoi këtë të martë punimet e rikonstruksionit të rrugës Veledin Kollozi, të cilin e cilësoi një projekt të rëndësishëm për përmirësimin dhe modernizimin e infrastrukturës rrugore. Leli u shpreh se qytetit do t'i shtohet një rrugë e standardeve bashkëkohore. Ndryshimet të rëndësishme të infrastrukturës në rrugë, të kanalizimeve të ujrave të bardhë dhe ujrave të zeza, të ndriçimit, të gjelbërimit, hapësira në favor të qytetarëve deri dje. Ka përfunduar në këto momente të nderuar televizionistë takimi i zhvilluar në Partinë Demokratike ndërmjet eurodeputetit Knut Fleckenstein, i cili shoqëroi gjithashtu edhe nga ambasadorja Romana Vlahutin dhe liderit demokrat Lulzim Basha. Nuk ka patur asnjë deklaratë, ashtu siç nuk ka patur deklarata gjatë takimeve të tjera që zoti Fleckenstein ka zhvilluar gjatë ditës sotme në kuadër të vizitës ku ai po qëndron në Tiranë për të diskutuar rreth situatës politike. Më herët, zoti Fleckenstein refuzoi të vizitonte Çadrën ku po zhvilloi protesta dhe për këtë arsye pra është kërkuar që për të mos ndërhyrë sigurisht në jetën në zhvillimet politike në vend, ai ka kërkuar që takimin me liderin demokrat Lulzim Basha ta zhvillojë në selinë e Partisë Demokratike. Vetëm para pak çastësh pra siç shikoni në këtë pamje jemi drejt për së drejti nga selia e Partisë Demokratike, është ky takim ka përfunduar. Rritet numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore në spitalin e Kukësit, si pasojë e rikthimit të rreshjeve të borës dhe uljes së temperaturave. Rreth 100 pacientë ju drejtuan të spitalit, kryesisht fëmijë me viroz, por edhe me probleme të rrugëve të frymarrjes. Ndërsa Kukësi u pushtua sërish nga rreshjet e borës dhe uljet të temperaturave, rritet edhe numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore në spital. Sipas mjekëve, 24 orët e fundit janë përballur me fluks pacientësh, kryesisht fëmijë të mitur. Rreth 100 pacientë kërkuan ndihmë mjekësore me probleme të rrugëve të frymarrjes apo edhe të tretjes. Ka patur një punë ndoshta mbi mesatare, por kjo jo thjesht për gjendjet virale, por ka patur edhe probleme tjera që lidhen me çrregullime gastrointestinale, që lidhen edhe me probleme pulmonare. Por gjithsesi dhe viroza ka. Ka patur fëmijë me temperatura të larta, por këto ditë më tepër po vret sa çrregullime të traktit tretjes, kryesisht me dhimbje pa ndonjë ndryshim tjetër. Ka dhe me çrregullime të tjera më të thella të traktit tretjes. Gjatë 2 ditëve të fundit, temperaturat në Kukës pësuan në rënje të ndjeshme, pas disa ditësh me temperatura relativisht të ngrohta. Mjekët këshillojnë që fëmijët dhe të moshuarit të bëjnë kujdes në veshje dhe ushqim. Është përkujtuar 25 vjetori bamirësisë kuajtiane në vendin tonë, presidenti Bujar Nishani shprehu mirënjohjen e popullit shqiptar ndaj ndihmës së shtetit kuajtian dhënë për vendin tonë. Ndihma llogaritet në vlerën e 84 milion eurove. Nën kujdesin e kreut të shtetit është zhvilluar ceremonia në kuadër të 25 vjetorit të prezencës kuvajtiane në Shqipëri dhe veçanërisht të organizatave bamirëse. Nishani tha se populli i Kuvajtit ka treguar solidaritet në momente të vështira për shqiptarët. Sipas tij, ndihma nga populli kuvajtian është fokusuar duke nisur nga familjet në nevojë, jetimët deri në projekte zhvillimore për vendin. Shteti i Kuvajtit ishte ndër të parët
Shkrymësilinë e PD-s po flet lideri demokrat Basha. Siç është pranuar dhe nga vetë antarë dhe ish antarët e kabinetit Rama me urdhër kryeministror, jemi pra një situatë kolapsi total të institucioneve. I vetmi institucion që qëndron këmbë është institucioni që është përgjegjës për kolapsin e institucioneve tjera, që është qeveria e kryeministrit Rama. Dhe në këto kushte i shpjegova vendosmërinë tonë, vendimin e madh që kemi marrë me qytetarët shqiptar për të mos u sprapsur nga betejë për zgjedhje të lira dhe të ndeshme përmes një qeverie të zgjedhjeve të lira dhe të ndeshme, një qeverie teknike ku partitë politike të shprehin vullnetin për të punuar së bashku për zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Kjo nuk mund të ndodhë me këtë qeveri, nuk mund të ndodhë me këtë kryeministër. Ndaj Partia Demokratike, opozita është e bashkuar rreth këtij qëllimi, është e vendosur të jetë me qytetarët shqiptar dhe pranë qytetarëve shqiptar deri në realizimin e këtij qëllimi. Këto janë çështjet që bisedova me zotin Fleckenstein, duke shpjeguar natyrisht edhe bashkë me pozicionin ton edhe rast pas rasti problematikën e thelluar të krimit të drogës. Vetëm javën e fundit shifrat janë të frikshme të kapjes drogës në Itali, që është një sasi e vogël asaj që nuk kapet, të milionave në duart e krimit organizuar të bërnjishme pushtetin. Dhe në këto kushte nuk ka asnjë zgjidhje tjetër përveç një qeverie teknike që garanton zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe vendimin e opozitës për të mos qenë pjesë e një parlamenti fasad deri në momentin kur partitë politike në atë parlament, po dhe partitë politike jashtë atij parlamenti, të jenë pjesë e një pakti kombëtar për një qeveri teknike të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Zoti Basha, si u prit këtë fakti që keni përgatitur jetën parlamentare dhe patë parasysh një deklaratë në mëngjes të prezidentit Fleckenstein, sipas të cilës do të ishte mënyrë që anëtarët e parlamentit gjithçka të diskutojnë në parlament. Sa mund ta dëmtojë kauzën e opozitës për të kërkuar zgjedhje të lira dhe të ndershme, debati i zhvilluar jashtë institucionit të parlamentit nga pikpamja kushtetuese dhe politike gjithashtu? Unë i thash zotit Fleckenstein, i komunikova jo thjesht vendimin e opozitës, por dhe bindjen time të thellë se në këtë parlament të pa dekriminalizuar, në këtë parlament fasad, opozita nuk ka vend sa kohë që prioriteti jetik i shqiptarëve, zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë rrezik. Ne do të kthehemi në parlament vetëm në momentin kur të gjithë faktorët politikë do të marrin përsipër përgjegjësinë para shqiptarëve për të dhënë shqiptarëve një qeveri që do të garantojë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Nga zoti Fleckenstein për këto kërkesat opozitës për të negociuar në mënyrë që me mazhorancën së bashku të siguroni standardet që ju kërkoni për zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Zoti Fleckenstein nuk ka ardhur në Tiranë për të negociuar. Ai është këtu si pjesë e detyrës tij si raporteri për Shqipërinë. E falenderova për rezolutën e Parlamentit Evropian, e cila flet qartësisht për problemet e drogës, krimit organizuar, për nevojën për zgjedhje të lira dhe të ndershme për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Dhe detyra ime dhe kënaqësia ime ishte ta informoja atë për zhvillimet e fundit, për qëndrimet e opozitës dhe për vendosmërinë tonë për të shkuar deri në fund kauzës kombëtare të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Nëse mundet me një pyetje, sa mund ta pengojë reformën në drejtësi fakti që opozita nuk do të jetë në parlament, duke patur parasysh dhe angazhimin maksimal të Bashkimit Evropian dhe faktorëve ndërkombëtar për të investuar në këtë reformë. Kam parasysh se për rreth 2 javë vettingu duhet nisë ngritja e institucioneve në parlamentit, ju si jeni si do të bëhet kjo çështje? Partia Demokratike është krenare për kontributin që ka dhënë për reformën në drejtësi, duke miratuar paketën kushtetuese të reformës në drejtësi. Mazhoranca Rama Meta premtoi se 7 ligjet organike do të bëshin me konsensus me opozitën. Ajo shkeli premtimin të dhënë faqe dhe partnerëve ndërkombëtar dhe sot nuk ka se si ta drejtoj gishtin nga opozita, sepse ne nuk u vetë përjashtuam, ishte mazhoranca Rama Meta që përjashtoi opozitën në shkeljet premtimit të bërë nga hatimi i 7 ligjeve. Por sot prioriteti jetik i shqiptarëve janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme dhe rruga vetme për të garantuar këtë, si dhe për të garantuar kthimin e opozitës në parlament, është një pakt kombëtar për një qeveri të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. A pengohet reforma në drejtësi zoti Basha nga kjo gjë, duke patur parasysh afatet që përcakton reforma kushtetuese? Do të kemi shumë të qartë. Reforma u pengua në momentin ku 7 ligjet në kundërshtim me premtimin dhe angazhimin e marrë para partnerëve ndërkombëtar u kaluan duke përjashtuar opozitën. Kur e përjashton opozitën, çfarë i kërkon pastaj? Ne jemi përjashtuar që prej shtatorit nga ky aspekt i reformës së drejtësi dhe sot, 4 muaj para zgjedhjeve, prioriteti jetik i shqiptarëve, garantimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, kërkon që ky parlament me opozitën brenda të marrë pikë pari vendimin për një qeveri që do të garantojë zgjedhjet të lira dhe të ndershme. A do të pranojë Partia Demokratike zgjidhje tjetër përveç qeverisë teknike? Jo, Partia Demokratike nuk mund të pranojë asnjë fasadë e cila do të sjellë përsëri zgjedhjet manipuluara, zgjedhjet e kapura
nga krimi, zgjedhje me kriminal ne nuk do të pranojmë. Ky është një vendim jo thjesht i PD-s apo i opozitës, është një vendim i madh qytetar, një konsensus që sa vjen e rritet, që te kalon kufit e Partisë Demokratike apo të opozitës, sepse zgjedhjet e lira të ndershme dhe largimi kriminalëve nga politika, jam i sigurt janë aspirata edhe çdo socialisti dhe socialiste të ndershëm, dhe çdo shqiptari të ndershëm, ndaj ne nuk do të pranojmë asnjë zgjidhje fasad. E vetmja zgjidhje është një qeveri e vullnetit mirë për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ka dy rrugë. Ose do të kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme përmes një qeverie që i garanton ato, ose populli qytetarë do të vazhdojnë qëndresën derisa kjo të bëhet realitet. Me opozitën apo pa opozitën zgjedhje? Nuk do të ketë zgjedhje. Zgjedhje nuk do të ketë. Partia Demokratike, opozita nuk do të lejoj mbajtjen e zgjedhjeve fasad. Nuk do të lejoj zgjedhje me krim, korrupsion dhe drogë. Ky është një vendim i marrë dhe kësaj do t'i shkojmë deri në fund. Faleminderit. Ka qenë kjo pra deklarata e mbajtur nga lideri demokrat Lulzim Basha më njëherë pas takimit që ka zhvilluar me eurodeputatin Knut Fleckenstein, qëndrimi i ripërsëritur edhe gjatë protestave të ditëve të fundit se kërkohet pra qeveri teknike ose në të kundërt nuk do të lejohet zhvillimi i zgjedhjeve në 18 qershor. Mirë, ne do të vijojmë më tej me tjera informacione. Është përkujtuar 25 vjetori i bamirësisë kuvajtiane në vendin tonë. Ishte kronika që në fakt ju po e ndiqnit edhe përpara se zoti Basha të kishte komunikimin e tij me median. Presidenti Bujar Nishani shprehu mirënjohjen e popullit shqiptar ndaj ndihmës së shtetit të Kuvajtit të dhënë për vendin tonë. Nën kujdesin e kreut të shtetit është zhvilluar ceremonia në kuadër të 25 vjetorit të prezencës kuvajtiane në Shqipëri dhe veçanërisht të organizatave bamirëse. Nishani tha se populli i Kuvajtit ka treguar solidaritet në momente të vështira për shqiptarët. Sipas tij, ndihma nga populli kuvajtian është fokusuar duke nisur nga familjet në nevojë, jetimët deri në projekte zhvillimore për vendin. Shteti i Kuvajtit ishte ndër të parët miq e partner që ofroi ndihmë për shqiptarët në ato momente vështirësie. Por edhe në vitet e mëpasshme, duke ndihmuar rimëkëmbjen sociale, rimëkëmbjen shpirtërore, por edhe atë njerëzore, humanitare e sociale. Ndaj dita e sotme është mirënjohje dhe falënderim për shtetin e Kuvajtit, për lartësinë e dimërin e Kuvajtit, për popullin e Kuvajtit, por edhe për të gjithë ata njerëz që në kuadrin e shoqatave të ndryshme, kuvajtian dhe shqiptar, bën të mundur që kjo bujari, kjo mundësi, të shkonte atje ku ishte destinacioni, tek lehtësimi i vuajtjeve dhe vështirësive të njerëzve që ishin në nevojë. Albania Sadiqa. Dëshiroj t'ju falenderoj dhe vlerësoj prezencën e shkoqësisë tuaj në këtë festë, e cila zhvillohet në kuadër të 25 vjetorit të bamirësisë kuvajtiane në vendin tuaj. Festë e cila pasuron lidhjet e forta dhe miqësore ndërmjet dy vendeve miq dhe popujve tanë. Nderimi tuaj sot për shoqatën kuvajtiane për bamirësi konsiderohet dhe çadrat të gjithë shoqatave bamirëse kuvajtiane. Lidhur me marrëdhëniet Shqipëri-Kuvajt, kreu i shtetit i cilësoi miqësore dhe mjaft të ngushta. Veprimtaria e organizatave bamirëse kuvajtiane në Shqipëri për herë të parë kanë operuar në vitin 1991. Kuvajti është tashmë një lider në fushën humanitare në dhënien e ndihmës për komunitete dhe shtete në nevojë në të gjithë arenën ndërkombëtare, pavarësisht përkatësive kulturore, etnike dhe fetare. Në rrafshin social, ndihmat humanitare dhe sociale të ofruara nga organizatat humanitare kuvajtiane në vendin tonë kanë pasur një ndikim të thellë, shuma e të cilave ka tejkaluar vlerën e 84 milion eurove. Ndihma është thrirë në kujdesin ndaj jetimëve, njerëzve në nevojë, si dhe krijimin e shkollave, qendrave shëndetësore e kulturore dhe investime publike, si sheshi Skënderbej, që ka marrë gati 10 milion euro donacion, si dhe ndërtimi i xhamive. Uiglina vlerësohet në konferencën e dytë mjeko-shkencore për vetitë e veta kuruese dhe parandaluese për sëmundjet e rrugëve urinare dhe ndikon pozitivisht në metabolizmin e njeriut. Mjekët urolog, të cilët kanë bërë një sër studimesh mbi vetitë e ujit mineral dhe natyral, këshillojnë përdorimin e tij dhe të shihet mundësia e rihapjes së vendit kurativ të Glinës në Gjirokastër si një mundësi e kurimit alternativ për sëmundjet.
Shoqata e urologëve të Shqipërisë zhvilloi dje në Tiranë konferencën e dytë mjeko-shkencore me temë positerapia në mjekësinë moderne. Në këtë konferencë, profesor doktor Flamur Tartari, kreu i shoqatës urologëve, profesor doktor Adrian Babameto dhe doktori i shkencave mjekësore Thanas Naçi trajtoan tema si gjendja e urolitiazës në Shqipëri, positerapia në aparatin gastrointestinal, positerapia në aparatin urinar në mjekimin e gurve dhe në inflamacionin e aparatit urinar, si dhe rezultatet e përdorimit të ujit mineral natyral glina si mënyrë alternative për parandalimin dhe kurimin e këtyre sëmundjeve, duke u bazuar në studimet e kryera për këtë ujë ndër vite. Shumë interes ngjallën faktet historike rreth ujit glina, për të cilin janë bërë ndër vite dhe temat disertacionesh në nivel doktorature nga mjek të njohur për parim Tepelena, Munir Karagjozi, Rexho Bregu dhe Flora Mandro. Shumë mjek të njohur këshillojnë përdorimin e këtij ujit për të sëmurët me sëmundje urinare dhe gastroenterologjike, duke patur parasysh ndikimin pozitiv të tij në metabolizmin e njeriut, por i vetmi disertacion klinik është i doktorit të shkencave mjekësore Thanas Naçit. Rezultatet e studimit 40 vjeçar me 15.000 të sëmurë që frekuentonin kurotinin terapeutik në fshatin Glin, i cili shfrytëzonte si të vetmi mjekim për ta ujin mineral natyral të Glinës, u prezantua në konferencën nga doktori i shkencave Thanas Naçi, i cili është dhe autori i librit Uji mineral i Glinës, mrekullia e vërtetë e natyrës. Ky libër që shpjegon të gjitha vlerat kurative të ujit mineral të Glinës në një gamë sëmundjesh, por edhe mënyrat e përdorimit nga konsumatorët, që nga muaji mars mund të gjendet në çdo librari. Në konferencë u kërkua nga disa folës edhe mundësia e rihapjes së kurortinit të Glinës të Gjirokastrës si një mundësi e kurimit alternativ për sëmundjet e aparatit urinar, gastrointestinal, si dhe urolitiazës, sepse Glina është i vetmi ujë mineral në Shqipëri për të cilin është bërë një studim i tillë.